Barazimi dramatik i Vllaznisë 2-2 në transfert me Ignatian kampione mori vëmendjen kryesore të emisionit Studio Sport transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në ekranin e RTS Shkodra. Vllaznia ka bërë lojë mirë, pavarësisht rezultatit. Unë nuk kam, kam qenë shumë i zgënjur nga ndeshja me Flamurtarin dhe nuk isha ai optimisti për ndeshjen me Ignatian, por realisht ka bërë një lojë shumë mirë, meritoshim fitoren me Ken Real. Fitoria 3 shifrore në transfert e Vllaznisë në basket meshkuj ndaj Elbasani si dhe objektivat e këtij sezoni u komentuan në studio nga trajneri Enil Llazani. Ne do hymë me bë në çdo ndeshje, jo vetëm me Beslidhe. Në çdo ndeshje ne hymë me idenë për të fituar, me qëllimin për të fituar dhe përgatitena që të fitojmë. Bëjmë maksimumin ton që ta rreshtojmë skuadrën dhe të kena njerëzit e duhur në pozicionin e duhur. Rreth përgatitjeve të Vllaznisë së futsallit për kampionatin e ri erdhi komenti nga drejtori teknik i Kuqebluve Arben Xhaferi. Pjesë e ekipit i kena mbyll marrëveshjet për me bashkëpunuar për këtë vit. Përveç 2 largimeve, ti përmend një, po duhet përmend edhe largimi i Ardit Mesit që ka dhënë një kontribut dhe për këtë gjë ne falenderojmë jashtëzakonisht shumë për vitin që kaloi. Për të njëjtat pak a shumë për të njëjtat motive që po i quajmë janë motive më shumë se 2-3 motive ku janë familjare, punet dhe gjanat që ato kanë pa të arsyeshme. Mos me kanë pjesë e ona jo sepse nuk i pëlqen me kanë, por sepse kanë të pamujtën për me dhënë 100% e impenjimit tyne me ne. Pjesë e këtij emisioni ishte edhe maratona e New Yorkut 2025, në të cilën konkurroi denjësisht edhe shkodrani që jeton në Gjermani, Elti Hoxha, djali mjeshtri të shuar të peshëngritjes Petrit Hoxha, i cili si pjesëmarrës në 6 maratona botërore radhazi u nderua nga organizatorët me medalje të posaçme.